Prej gjëra që me të vërtet më kanë ndihmuar tepër është pikërisht hithat. Po ju tregoj që hithat nuk i kanë vlina, nuk i ka vli stafi i shishëm, po i ka pru Argjendi vet. Dhe po e shihni që janë hitha të cilat janë kultivu me mënyrën e tharis, a? Po, këto janë të thara për shkak se siç edhe përmendet, do thotë duhet pasur kujdes që të jenë të kultivuara në ambient të pastër dhe në këtë kontekst të thotë këto janë sjellur nga shala e Bajgorës, ku familja ime posedon atje prona dhe ne vazhdimisht të thotë jemi çdo vikend ose çdo pushim në Bjeshk për relaksim, por edhe për kultivimin e bimëve të tilla. Po sigurisht i marrim më të mirat dhe më të pastërt, pra ku nuk ka absolutisht ndotje të ambientit dhe pastaj ato i lëm të thahen në hije dhe zakonisht tharja mund të zgjat 5 ditë ose 6 ditë dhe mandej janë të gatshme dhe janë në këtë formë. Nuk është e preferuar dhe mirë që këto të thahen në diell për shkak se rrezet e diellit janë shumë të forta dhe e marrin një ngjyrë të kaft që besoj se nuk është mirë të përdorshme, ose edhe patjetër u edhe vetit. Këto mandena i përdorim gjatë gjithë vitit, përndryshe nuk është ndoshta keq të përmendi për shkak se ndoshta është tepër personale, por unë jam me smundje kronike dhe duhet vazhdimisht të përdori preparate dhe bimë dhe ilaçe për të trajtuar ato probleme shëndetësore që i kam. Dhe njëra prej gjëra që me të vërtet më kanë ndihmuar tepër është pikërisht hithat. Do thotë kanë vërejtur që ndikon shumë mirë në organizmin tim, por ndikon në veçanti në organet e tretjes, e përshpejton metabolizmin dhe jap një ndjenjë të relaksimit, por edhe një ndjenjë të brendshme, të qetësisë së brendshme në kuptimin funksionimit të mirëfillt të hormoneve dhe kështu me radhë. I përdorim përpos supës, do thotë i përdorim edhe në formë të çajit dhe mendoj se është dhe ajo një formë e mirë. E di që këto rënjet ose kërcyllit që quhet, nëse e kam adekuat shprehjen, është shumë i mirë në zirjen e tij dhe konsumin e lëngut që e liron hita. Por që si njerëz ikim diçka hitës, ose na frikzon për shkak të djegjes që na bën, po edhe kjo djegja, me aq sa kam lezu momenti kur ke kërku me bë këtë recetë, dhe djegja e lëkurës nga hita e ka benefitet e veta shumë të mëdha. Po, është shumë e vërtetë. Fillojmë edhe gatujmë edhe flasim. Po, sigurisht. Enti ki poshtë patjetër, çka do që duhet. Ndikon natyrisht edhe ajo djegja e ka efektin e vet, mirë po siç thash, shumë e preferuar pra që të përdoret në pranverë për shkak të rrëmjes së imunitetit dhe nevojës së organizmit, do thotë për të larguar toksina dhe ato për të krijuar balansin e mirëfillt të hormoneve.